Pra shihemi në orën 2. Në këto rrethana të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar, sipas kushtetutës, ligjit për deputet, rregullorës kuvendit dhe kodit sjelljes të marrin pjesë në seancat e kuvendit dhe të përkrahin procedura që parashihen aty, por mbi gjitha, një obligim vizavis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Aktgjykimi thotë që zgjedhja e presidentit Kosovës, i cili sipas nenit 83 është kreu shtetit dhe përfaqëson unitetin e njerëzve të Republikës Kosovës, është e një rëndësie kaq të madhe sa që të gjithë deputetët si përfaqësues të popullit Kosovës duhet ta konsiderojnë si detyrë kushtetuese të tyre, përveç nëse ju lejohet nga kryetari i kuvendit të mos marrin pjesë pra në procedurën për zgjedhjen e presidentit siç paracaktohet me nenin 86. Unë kam para vetes vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë, dhe që është nga deputetja Afërdita Hajrizi, e cila thekson që për arsye shëndetësore ka pasur të pamundshme që të jetë fizikisht në këtë seancë. Pra e kam vetëm një njoftim për mungesë në këtë seancë të jashtëzakonshme, bazuar në aktgjykime të cilat e bëjnë të detyrueshme pjesëmarrje në seanca dhe votimin pro, kundër ose abstenim. Pra rastet janë KO 29-11, KO 124-25, ku zbatimi i detyrimeve nga aktgjykimet është konfirmuar edhe nga aktgjykimi në rastet KO 193-25 dhe KO 196-25. Bazuar në rezolutën për Armeninë në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës 2560 të vitit 2024. Thuhet: një bojkot i organizuar i punës së parlamentit nga opozita është i lejueshëm vetëm në rrethana të rrallave ekstreme, ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit. Ne nuk e kemi një rrethanë ku vihet në pikpyetje legitimiteti i parlamentit, kuvendit të Republikës së Kosovës. Prandaj e ftoj opozitën sërish që të vinë në seancën për zgjedhjen e presidentit, pra të vinë në këtë seancë të jashtëzakonshme të cilën e kemi nisur dje. Dhe për t'i dhënë mundësinë atyre që të jenë të pranishëm në këtë seancë, edhe pas të gjitha këtyre leximeve që i bëra bazuar në aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, opinionet e Komisionit të Venecias dhe raportet e Asamblesë së Këshillit të Evropës, po e vazhdojmë këtë seancë në orën 2. Pra shihemi në orën 2.